أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم سبحانه وتعالى falenderoj. Salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam ja dërgoj dhe adresoj familjes atij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, më lejoni që fillimisht ta përmendi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilën na thot: "Men lam yashkurin nas lam yashkurillah." Ai i cili nuk di mi falënderu njerëzit, nuk din me falenderu as Allahun. Andaj duke u nis nga ky hadith, fillimisht falenderoj këshillin e xhamisë, të cilët na kanë thirrë dhe na kanë nderu, po një ashtu falenderoj edhe hoxhën tonë të nderuar, i cili është më hakli se ne me tregu dhe ne me ngu, mirë po nga modestia e tij, ai sot neve na nderon që ne me tregu ai me ngu. Allah i dhosh shëndet e ymër të gjatë e inshallah fund të hajrit atij dhe neve ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e të cilin Allahu subhanahu wa taala e dalloi me shumë ibadete. Dhe prej ibadeteve më të dalluara është agjërimi i këtij muaji dhe leximi i Kur'anit dhe namazi i taravijës apo namazi i natës. Ky muaj Allahu subhanahu wa taala e bani me shumë begati dhe shumë mirësi. Është një baçe e madhe në të cilën njeriu mundet me hinë në ta me menuk dhe me morë nga frytet të cilët janë në ta. Dhe njeriu duhet me shfrytzu këtë mundësi të cilën Allahu ja jep. E prej mundësive më të mira të cilët i ka njeriu në këtë muaj është leximi i Kur'anit. Andaj edhe sot kam përgjedhur bashkërisht me ju t'i ndajmë disa minuta si është gjendja jonë me Kur'anin. Si është gjendja jonë me librin e Allahut Azza wa Jall. Ky libër të cilën Allahu subhanahu wa taala e zbriti në muajin e madh, në muajin e bekuar të Ramazanit, dhe Allahu e ka thënë në Kur'an dhe ka thënë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Me të vërtetë muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allahu e zbriti Kur'anin, udhëzues dhe dallues nga e vërteta dhe pa e vërteta. Ki muaj vëllezër, Allahu në të cilin e zbriti Kur'anin, një ashtu ki Kur'an i vik edhe Muhamedit alayhi salatu wasalam për çdo Ramazan Xhibrili alayhi salam, që transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma dhe thot se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ishte njeri bujar, njeri i cili bënte vepra të mira. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Edhe mas bujari, ma vepërmiri ishte në Ramazan. Hine jelkahu Gjibril, kur i vike Gjibrili a.s. dhe ja lexon të Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deri sa çdo vjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka lexu Kur'anin ka një herë. Do një hatme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo me Gjibrilin. Vitin e fundit në të cilin ka ndru jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka lexu Gjibrili alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam dy herë. Andaj leximi i Kur'anit është traditë profetike. Leximi i Kur'anit në këtë muaj ka qenë zakoni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile ulemat e mëdhoj në kohën e Ramazanit s'kan kallëzu derse. Dhe po t'ju tham drejtën, kjo traditë e jonja ne që e kemi me majt vajzlëk xhamatit, ka njëherë unë e di se hoxhallarëve ju kushton shumë pa dhe xhamatit. E sidomos hoxhallarëve në aspektin e kohës edhe përgatitjes, wallahi ju kushton shumë. Dhe ju merr kohë shumë, saqë Imam Maliku rahimullah, i cili janë nga 4 mesebet i njohur, Malik ibn Anas, dietar i njohur i qytetit të pejgamberit të Medinas, kur ka ardhur muaji i Ramazanit, si gjdijet ai ka qenë transmetues apo shpjegues i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë ai në mes atij dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dy njerëz.
Dhe kur I transmeton hadithet, Imam Maliku thot an Nafi'in an Abdullah ibn Umarin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zinxhiri më I shkurt ka qenë Malik ibn Anas, I cili e ka pas nërmet ati dhe pejgamberit, shërptorin e Abdullah ibn Omerit, djalit Hazreti Omerit, dhe pas Hazreti Abdullahit ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ki njeri, kur ka muaj I Ramazanit që dihet botërisht, është alim I madh I hadithit, kur ka muaj I Ramazanit I ka mshel librat dhe a largu prej kursijës dhe ka kallëzue vetëm Koran ka lezu. Nuk ka bo diçka tjetër. Kjo ka qenë gjendja e muslimanve me Kur'anin, vëllezër të nderuar. Ki Kur'an, të cilin Allahu subhanahu wa taala ka bo të shenjt. Ki Kur'an, njeriu vetëm me lexue ka sevap. Vetëm me lexu, po me punu me ta hala ma shumë sevap. E pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha, man qara harfan min kitabillah. Kush e lexon një shkronjë prej shkronjave të Kur'anit, falahu 'asharatu hasana. Ai ka tha 10 sevape. La aqulu alif lam mim. Nuk jam duke thonë që shkronjë është fillimi I Kur'anit alif lam mim. Mirë po ka thonë elifun harfun, lamun harfun, mimun harf. Tha elifi janë shkronjë, mimi janë shkronjë, lami janë shkronjë dhe mimi janë shkronjë. Ketë këto tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam përbëjnë 3 shkronja të cilët arrin njeriu mi bë 30 sevape. Kjo është problemi I madh I këtij Kur'ani, vëllezër të nderuar. A ka kush do me bë tregti me Allahun subhanahu wa taala? E dini që është tregti leximi I Kur'anit. Leximi I Kur'anit është tregti tijaret. Në këtë tregtit kur njeriu hin ndoshta me hupe dhe me fitu. Përveç te Kur'ani njeriu fiton sigurisht. Te Kur'ani leximi I Kur'anit, niyeti I paçt me bë për Allah, fitimja sigurisht. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famëlart: Innal ladhina aqamu s-salata, innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamu s-salata wa atu z-zakata yarjuna tijaratan lan tabur. Ata të cilët I lexojnë fjalët e Allahut, Kur'anin, e falin namazin edhe I japin zakatin, ata shpresojnë prej Allahut një tijaret, një tregti e cila nuk ka humbje në ta. Siç dihet, çdo tregti në këtë dunjë kur ta blesh mallin, mundet me tushit edhe mos me tushit. Ja tash ke luftat që ato ndodhin në lindjen e mesme, Allahu alem tregtarët ja fillojnë ja me fitu shumë, ja me hub shumë. Kto është domethënë s'dihet. Tash ti mundën me I mallrat, dikush e ka ble lirë, e shet shret, po ne njerëzit e thjesht mundemi me hub shumë, edhe kjo domon një tijaret. Edhe ka fitim edhe humbje. Fjala e Allahut, leximi I fjalës së Allahut, o vëllezër, nuk ka humbje në ta. Është fjalë e cila njeriu po ta lexoje, vazhdimisht është në fitim. E kjo është gjendja e muslimanëve të parë, të cilët e kujdesshim për Kur'anin. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala kur ka fol për këtë Kur'an, ka fol kur e ka zbrit. E ka zbrit në këtë muaj të bekuar, I cili muaj I Ramazanit. E ka zbrit Allahu për një herë. Prej qiellit, prej Allahu subhanahu wa taala ka zbrit në qiellin Lohul Mahfuz dhe ka zbrit Allahu subhanahu wa taala për një herë, për një natë. Siç dihet ku thot Allahu te barek ve teala në Kur'anin famëlart: Inna anzalnahu fi lejletin mubarakah. Ne kemi zbrit këtë Kur'an me një natë të bereqetshme. E cila është nata e bereqetshme? Nata e Kadrit. Kurani ka zbrit për një natë në natën e Kadrit, ka zbrit në muajin Ramazan për një herë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që thot Abdullah ibn Abbasi, I ka zbrit për një periudhë 23 vjeçare. 23 vjet ngjarje për ngjarje I ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, ki Kur'an, mësimi I tij është hajër, po edhe me shpjegu këtë Kur'an është hajër. Lymi ai I cili e mëson për veti dhe e mëson tjerëve. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më I miri prej jush është ai I cili e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Vëllezër, në këtë muaj njerëzit me Kur'anin janë disa gjendje. Ka njerëzit të cilët me Kur'anin gjendje e tyre ndryshon. Ka njeri I cili Kur'anin e ka, vëllezër të nderuar, për me bën sa më shumë sevape dhe lexon sa më shumë hatme. Duke mos I meditu ajetet, duke mos I kuptu ajetet, dhe këto në bagazhin e tyre kanë shumë sevape. Kjo kategoria e parë e njerëzve, të cilët nuk mundën me kuptue, edhe siç jemi ne, populli jon, të cilët nuk jemi arab folës
Edhe kur e lexojmë Kur'anin, dikush prej neve mundet me thonën, o hoxha, kam sevape. Pak më herët e përmendna fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kush e lexon një shkronjë ka 10 sevape, vetëm e lexu. Po unë i kisha thonë këtyve dashamirëve, të cilët janë dashamirë të Kur'anit, kur ta lexoni një xhuz i ka 21 faqe. Me lexue një xhuz 21 faqe, kur Ramazani 30 ditë për një muaj njeriu e bën një hatme. E kur ta lexoje dashamiri i Kur'anit, ai i cili lexon mas kadalti, unë po tham mas kadalti, një njeriu me lexue një xhuz mundet mi shku ai që lexon shumë kadal 45 minuta apo 40 minuta. Ai i cili lexon shpejt, Allah i mundet me ia bën nasip për 15 deri 20 minuta me lexue. Kush lexon shpejt, ma pak se 1 minutë lexon një faqe, 50 sekonda i shkon, edhe mundet me lexu për 15 minuta apo 20 minuta një xhuz të Kur'anit. Unë çka tham këtyve dashamirëve, bashkangjetja edhe leximin e kuptimeve të ajetit në gjuhën shqipe apo gjuhën të cilën e flet. Merë Kur'anin, elhamdulillah, është i përkthim me kuptim dhe merë edhe lexoje çka ki lexuar arabisht. Edhe kjo ta shton më shumë dozën dhe dashurinë ndaj Kur'anit. Kjo është gjendja e parë e njerëzve. Këto vëllezër të nderuar mundu me bë sa më shumë hatme. Kategoria e parë nuk kupton, mirë po bëjnë sa më shumë hatme. Edhe ne, elhamdulillah, dikush prej neve mundet me thonën çish akon gjendja e muslimanëve të parë. Subhanallah. Uthman ibn Affani radiallahu anhu thot: "Lau tahirat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum." Po të jenë zemrat e juaja të pastërta, nuk kanë për të për të ngi nga fjala e Allahut. Ne vëllezër kur i lexojna 20 faqe, e di qish na duket që kena lexuar 200. Do 1/3 në Kur'anit, çka ran na duket. Ran ndoshta në shqiptim, ran ndoshta në kuptim, edhe ka rëndësi. Mi po dikuj Allahu hasha wa kella, Allahu na ruajt, i ranon vëllezër të nderuar që nuk ja bën të dashur. Do më nxesë prit me bitis, me krye. Edhe kjo do të një vezvese që zemrat tona nuk i kena të pastërta. Thot Ibn Taymija rahimahullah për këtë kategori të njerëzve, dëgjoni mirë këto. A dinin cilën shtëpi thot nuk hi shejtani? Më falni me laçet, në cilën shtëpi nuk hin me laçet? Me laçet nuk hin atë shtëpi ku ka fotografi, ku ka syreta, mi vnua njerëzit kështu, me laçet nuk hin. Andaj edhe zemrat tona janë shtëpia. Edhe këshirni thot Ibn Taymija rahimullah, me çfarë syreta e keni të mbushur shtëpiat e zemrave të juaja. Zemrat e juaja me çka i keni të mbushura? Mundal njeriu tash me logjiku dhe me thonë o ti filan, unë vete me vetë, mi mshil syt. Çfarë fotografia del para meje? A del namazi, a del dunjaja, a del ibadeti, shka del para zemrave tona? Andaj vëllezër, zemrat tona nuk janë të pastërta, andaj edhe nuk ngjihen me Kur'an. Minjerë, te ne si me pini bardakuj, shumë shpejt dena me sos xhuzin. Minjerë kena shef të bitismi pjesën e Kur'anit. Ndërsa subhanallah, me lexu shumë Kur'an është shumë sevap në këtë muaj. Siç dihet, te kjo kategoria e parë që është gjendje atyve të cilët lexojnë Kur'an, këtu jemi duke ndal, inshallah jam i qartë me juve. Këtu sa më shumë e bëhat me dikush për ju e mundet me thonë o hoç, a lejohet njeriu më pak se 3 ditë me bëhat me? Më pak se 3 ditë është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos me bëhat me më pak se 3 ditë. Për arsye se ka thonë nuk e kuptoni Kur'anin. Ulemaja e kanë shpjegu këtë hadith, dietarët dhe kanë thonë, kur të vere koha e ndershme, koha e vlerëshme, ki hadith anashkalohet për arsye se sahabet kanë punu ndryshe. Çish ka punu? Uthman ibn Affani radiallahu anhu e ka lexu Kur'anin me një recat. Dikush për neve mundet me thonë hoxha, pak është e pa logjikshme me lexu me një recat. Kur Allahu dikuj i jep bereqet në kohë, ju habitni sa mundet me lexue. Kur Allahu dikuj i jep bereqet në kohë, habitni. E shohni edhe tregtia dhe dikuj Allahu i jep bereqet, çashtu është edhe bereqeti në kohë, që Allahu me ta bën nasip për një natë. Vëllazër, unë po tham me lexu në namaz, e ka lexu Uthman bin Affani. Po jashtë namazit, ne që lexojnë atu shtrinje, enkarike, erate, dikush e din ai sure përmendshë, para meno ato sa kanë mujt me lexu. Subhanallah. E dëgjosha një dietar i cili është nga Kuvajti, Allahu e ruajt, Uthman el-Khamisi, tha e kam një gruaje familjare. Tha në Ramazan çdo ditë e bën ka një hatme, me raditës edhe natës. Deri kur? Deri 20 ditë.
Kur hina tha 10 natë e funit, por çdo ditë e ban një hatme e gjys. Një hatme e gjys. Domthon çdo 2 ditë e krin 3 hatme. Çdo 2 ditë i krin 3 hatme. Dikush tha hoxha, kana araba jo dhe shumë lehtë. Ne kena edhe shqiptar. E kemi pas një hoxh në mesin ton, Allah e pasbo rahmet, i cili apo për rahmet Molla Idrizi, hoxha Feride e një ma mirë, i cili në Ramazan të ndëruar xhamatli për çdo ditë e ka bo ka një hatme. Transmeton vetë djali vetë hoxha i nderuar Muhammed Dërmaku, ai ka qenë hoxha i nderuar Idris Dërmaku nga Kamenica, i cili e ka lexu për çdo ditë nga një hatme. Subhanallah. Edhe kjo nuk është e pamundur, vëllazër. Me bo njëri, ai i cili ka kohë normal, me abo vitit kurban, me dash librin e Allahut, Allahu ta lexon xhuan. Edhe në hoxhallart kur ja nismin në fillim të Ramazanit, pak i kena lënë Kur'anin baba ki ma anash, lexojna ma rrall, në fillim ki zamet, ki vështirësi, ti the shkronjat, theje xhua, mi po me lejnë Allahut duke lexu, duke u të lexu. Andaj vëllezër të nderuar, këto janë kategoria e parë e njerëzve. Grupi i dytë i njerëzve janë ata të cilët e lexojnë Kur'anin vëllezër edhe meditojnë, apo edhe e shpjegojnë. Edhe kjo janë dietarët, studentët të cilët lexojnë Kur'an edhe nalen, çka ka dashur Allahu me thonën. E Allahu subhanahu wa taala prej qëllimeve të ajeteve të cilët i ka zbrit, është qëllimi i meditimit. Li yadabbaru ayati. Thot Allahu subhanahu wa taala kemi zbrit këtë ajet, këtë Kur'an, që njerëzit mi logjiku dhe mi meditu këto ajete. O mu nal, pse Allahu ka thonë? Çka meditimi dhe kuptimi vëllezër të nderuar? Çka me meditu dhe me kuptu? Shembull, tash po ja citoj ajetin kuranor ku Allahu thot në Kur'anin famëlar: Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët keni besu, shpëtoni vetveten dhe familjet e juaja nga zjarmi i xhenemit. Çka kuptuam nga kjo ajet? Allahu pi thirr ka besimtarët që me shpëtu vetveten dhe familjarët e tyre nga zjarmi i xhenemit. Çka meditimi? Kuptimi i ajetit a kjo? A shka njeriu munal me meditu? Vëllezër të nderuar, munal njeriu me meditu dëm të thot munal mi thon vetës: O filan, o bexhet, o filan, ku je ti duke shpëtu vetin ta nga zjarmi i xhenemit? Çish i ki punë ti me halalin dhe me haramin? A je duke kujdes me ushqive të vetën tane me halal dhe me haram? O filan, çish je ti me evlat të tu? A i thirr masi që e hojnë sifirin me fal sabahun? Apo i thu hajtë se janë të vogli, hajtë se si cili për veti, apo i leç ashtu? Kjo është meditim vëllezër. Munal të ajetet e Kur'anit e sahabët kur kanë lexuar vëllezër të nderuar Kur'anin janë nal dhe kanë meditu dhe kanë kajt. Po edhe kanë punu me ata. Që transmeton Aisha radiallahu anha tha, sahabët ishin ata të cilët kur i mësojshin 10 ajete, i mirëshin ato, i lexojshin, i shtishin në praktik, veprojshin me ta, pastaj vazhdojshin me ajete tjera. Kjo është vëllezër të nderuar kategoria e dytë e njerëzve të cilët mundohen shka me e pas Kur'anin vëllezër të nderuar sa ma fort në veprimin e tyre. E Zot na ruaj kategoria e tretë e njerëzve të cilët as nuk e ngojnë, pa as nuk lexojnë. Edhe kjo është kategoria më e keqe e insanit, të cilët Allahu i ka privu nga ky e mirë, e cila e mira e Kur'anit dhe leximi apo dëgjimi. Allahu subhanahu wa taala na thret dhe thot: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'ani, ndaluni, heshni dhe dëgjoni që ta arini mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Do të thot njeriu me bë me dëgju Kur'an, s'di me lexu. Ka prej xhamatlive nuk ka arsye mos me ditë me lexu Kur'an. Masi dini me përdor Facebookin, dini me përdor Viberin, dini me përdor WhatsAppin, nuk ka arsye mos me ditë me lexu Kur'an. E di që dikush prej juve nëse nuk di mundet më u prek, mi po realisht nuk ka arsye mos me ditë me lexu Kur'an. Në këtë zaman hoxhallar të ki në çdo çosh kape për çafe dhe thuj kemi më mësu fjalën e Allahut dhe ma ki borxh me më mësu fjalën e Allahut. Wallahi njeriu më i dopt, plaki që i ka 70 vet, unë të garantoj që më shumë se një muj nuk i shkon me janis me lexu Kur'an. Shumë një muj, po më koni përpikt edhe më shpejt. Po çon po thamam, është në kohën e moshume, baba ki ka do vjet, por rok një muj, më koni përpikt çdo ditë,
me lejnë Allahu subhanahu wa taala ajnë Ramazanin tjetër kam ja nis me bahatme me lejnë Allahut azza wa jall. Andaj vëllezër të nderuar, kategoria e tretë e njerëzve janë ata të cilët as nuk lexojnë, as nuk mëngojnë. I shohna sidomos edhe në namazin e taravijës çka ndodh. Se në namaz, siç dihet lexohet Kur'ani, çka ndodh? E zgjedh na hoxhën i cili lexon më pak edhe më shpejt. Po borzo edhe po kratko. Këto tudijat ne i lipna, domthon cili janë më i shpejt, më falni, edhe që lexon më spaku. Ndërsa sahabët vëllezër të nderuar nuk ka çën gjendje e tyre kështu. Ato janë dashuruar me Kur'anin dhe e kam cek në xhamin ku ligjeroj, jam kon student në Kairo, edhe pat mi shku me një xhami, ku ajo xhamia Muhammed Dubejsi një hoxh, i cili xhamati i asaj xhamie shku me disa vëllezër bosnjak mu fal në xhamin namazin e taravis. Kur shkum, safi i parë Allahu ju nderoft, i shkon një rën shilte të holla kështu. Si cili xhamat ka një shilte të holl, e holl. Vetë me veti thash pas mihimin e xhamit të dervishave. S'ka na xhami e sunitëve, s'ka na xhami e jon thash. Edhe para xhikova, po e mojtam veti. E normale i safi i parë shkon i zan me çato shiltet e dikush ulte, dikush e kishte një sexhate, hina në safin e dytë. Dal nga dal filloi mu mush xhamia, edhe me or xhamati, mi po kur ardhan xhamati vëllezër të nderuar, safi i parë u mush me njerëzit të moshuar. Me njerëzit të cilët ishin në moshë të shtime. Unë isha shumë i ri atëherë si djalë. Dhe u mush xhamati dhe ja filloi imami u lidh në namaz. Kur u lidh në namaz vëllezër, më patën tregu që i lexon gat, po thash vetë me vetë ajo e gata për mua sa kur xhon. Se djalë i ri, çndroj në kom, jam i fort, muj mi ballafaçu, kur muj kanë këto pleçe tash kush jam unë. Vëllezër ja kanë nis me lexu recatin e parë, imami 1 saat e 45 minuta në recat. Edhe pastaj ka shku recatin e dytë e ka shkurtu. Dikush pe ju më thon, hoxha e ke këshir saatin, vallahi po se s'jon rrej. Inshallah Allah më ka bo kabullat namaz. Saatin e kisha përpara e këshira kur ja nisëm, hakat se po shkojmë ruku, hakat, ai vishe zgati, recatin e dytë e ka lexuar 1 orë. Derisa recatin e fundit të 8, sa 8 recati i fali, vëllezër të nderuar e ka lexuar gjysore. Gjysore në recat. Ai gjysore që kur me mat 1 saat e 45 minuta mu duk kur gjon. Kjo ishte dashuria e tyre ndaj Kuranit. Pa e di shka ke me habitshme o vëllezër. Se kjo ke në 10 natëshin e parë apo 20 natëshat e parë fillim. Në 10 natëshin e fundit ai baj ke çdo 3 natë hatme. A dini çka ke halo më interesat atë natë me mu shka ndodhi? Ato pleçit e dipsi shiltet i kishin mnue. Që mos mi u pi kant edhe nuk u ulshin. E unë djali i ri ja nisën kant me mu pije. Ja fillova kom mi ndrue. E që qa njonën për para, njonën të mas. Mi ndru komt, se nuk mujsha me qëndrue, se nefsi jem, trupi jem nuk ish mësuat tempo të ibadetit dhe të namazit me ngu Kur'anin qatë gjatë. Ato rishim vëllezër të nderuar edhe pse, ju e dini prej hoxhallarëve, në namaz nafile, lejot edhe ai i cili ka fuqi mu ul. Edhe ai shka ka vëgjut, mu ul. Në farzësh, namazet farzësh rukën kijami. Në namazet sunet, fik, lejot njeri mu ul. Amo sa merë shpërblim? Polla, gjisa shpërblimit. E ato plesit dëshin celo shpërblim, krejt. E qëndrëshin kom, e ato shiltit ishin kom, pak ma but. Të qilimi mi orë kom, pak ma but. Kjo gjendje e njerëzve të mirë, o vëllezër. Qish është gjendja jonë me ibadetin, me leximin e Kuranit. S'po tham me njët në kom, me lexue 7 gjuza. Po jo vëllezër, me lexu 20 faqe, 21 faqe, në dit njeri u munal me lexue. E vëllezër, ato kur i falen të treqate, e di shka ndodhi, thash tash kina me fal vitrin. Jo vëllezër, ato dhanë selam, edhe imami heshti, i ves ato shok për okolla. Thash po vitrin, ja tha këto shkojnë halat e shtëpia me fal namaz vetë. Dohan ato nuk u ngite me çaç. Ne falem diku rreth më shumë se 3 orë gjys apo 4 orë gati, ato shkun te shtëpia hala me vazhdue. E mund nesër me të më thana po ven hoxha, ishmi shok koleg, thash, Allah i vadhosh hajrin sa ato ken hafoza, thash ju vazhdoni, unë po shkojt ai hoxha em që lexojke një xhuz të Kuranit. Do një faqe në reqat, 20 faqe, më falni 20 reqate, ai lexojke ka një faqe e bashkë me një hatmene. Ama ato bëshin më shumë hatme se ne, Allah ja pas pranu atyre edhe neve, ja Rabbel Alamin. Vëllezër, besimtari duhet me di që ki Kur'an të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka çuar për neve mëshirë, janë ajete të cilat Allahu subhanahu wa taala me bë me punu me to shpëtim. E kush largohet prej tyre është deformim. Andaj edhe Allahu kur e çoi këtë Kur'an, që thot Alia radiallahu anhu,
Shire çfarë përshkrimi i ka dhënë në librit të Allahut Hazreti Alia radiallahu anhu. Ka mundu me citu çish e ka thonë ai. Dhe ka thonë kështu për Kur'anin: libri i Allahut është një lajm i atyre para jush, njoftim për atë çka vjen pas jush, dhe gjykim mes jush. Ai është vendimtar dhe nuk është shaka. Kush e lem me krye lartësi, Allahu e nënshmon. Kush kërkon udhëzim përveç tij, Allahu e humb. Ai është litar i fortë i Allahut, për kujtim për njerëzit dhe ndriçues për rrugën e drejtë. Me të njeriu nuk mundet me humb asnjëherë. Nuk i ngatrohet gjuha, dietarët nuk ngopen duke lexu, nuk vjetërsohet përsëritja dhe mrekullitë e tij nuk mbarojnë asnjëherë. Kush flet me të thot të vërtetën, kush gjikon me të është i drejtë, kush vepron sipas tij shpërblehet dhe kush thret drejt tij udhëzohet në rrugën e drejtë. Ky është domethënë përshkrimi i Kur'anit nga Alia radiallahu anhu. Domethënë me lexu njeriu libri i Allahut është lajm, na bie Allahu lajme për popujt para nesh. Na tregon çka ka menduar për në ahiret, për botën tjetër. Një ashtu është gjikues, kur njerëzit gabojnë, Allahu subhanahu wa taala ka bërë gjikues për neve, me ditë ku jemi, kur e kemi një mosmarrveshje. Është Allahu subhanahu wa taala ka lënë litar, lidhje në mes neve dhe njerëzve. Andaj ai i cili e lexon këtë libër e gjen litarin, e gjen kurdo. Mirë, po neve vëllezër të nderuar në këtë zaman jemi në atë kategori ndoshta që as nuk dëna me ndëgju, as nuk dëna me lidh durët e tona, ne më shumë ti më na intereson kush ka bërë transfer, kush hini, kush dul në për ato shtëpit jo të ndershme dhe kështu me radhë. Kjo është gjendje e muslimanëve në këtë zaman. Andaj është interesant, veç pe tham, ne kemi shumë njerëzit të cilët kanë elefanta të cilët ja u hupin në Ramazanin, leximin e Kur'anit. Ka qenë dietar nga Medinja, siç e thash pak më herët, Malik ibn Anas rahimahullah. Ndëgjone këtë ngjarje. Ka ardhur një njeri nga Andalusi, nga Spanja e sotshme, e ka pas emrin El Yahya El Laythi. Ka ardhur në Medinë me dëgjue hadithe nga Imam Maliku rahimahullah. Kur ka ardhur aty vëllezër të nderuar, është dëgju një zhurmë, një potere në Medinë, e cila ka qenë e zhurshme dhe njerëzit ja kanë nisë me përshpërit çka ndodhi. Ka ardhur lajmi në mexhlisin e Malik ibn Anas rahimahullah që në Medinë pas ka ardhur një elefant. Edhe këtë xhamati, për arsye se s'ka pas televizor, s'ka pas as rrjete sociale, s'kan pa ato elefant. Në gadishullin arabik nuk është i njohur elefanti. E kanë ditë që ekziston ajo kafsh. Forma e saj nuk e kanë ditë. Ju e dini që me kelive kur ju erdha ajo kafsha, ato u tutën. Don Abraha kur erdhi me prish çabën me elefant, ishte diçka si më orni tank, nuk kishin njohuri. E kur erdhi në Medinë elefanti, ato dashën me pa. Këtë nxënësat u ngritën nga mexhlisi i Imam Maliku dhe shkuan me pa elefantin. E Imam Maliku u zemru. Edhe ne për hoxhallarëve na prishet zemra kanë kur çon xhamati, ja. Si kena qef me na uçu xhamati, kena qef me na ngue se ne përgatitmi, edhe kena qef atë kohë të cilën e kemi nda, jo për veti, po bashkërisht me fitu sevapin, kena dëshirë me ngu. E Imam Maliku u zemrue, kur i pa që dulën xhamati, kishmet vetëm Yahya El Laythi. Vetë që ki njeri kishmet në mezhlis. Tha, ti shka kini këtu, pse s'po del edhe ti me pa telefontin? Përgjigje e ti shka ishte? Tha, unë vallahi s'ku morë këtë rrugë të larkët, nga Andalusia, ma orë deri në Medine, vetë se me ngu fjallët e Resulullahit nga gjua jote. E ne vëllezër të nderuar në këtë Ramazan, ose Ramazanet e kaluar, sa elefanta kena ne që na i hajnë kohën, sa elefanta kena ne të cilët na morin nga koha jo me lexu Kur'an. Njeriu me dash vëllezër me lexu e Kur'anin adhimushan ka shumë mundësi. Andaj vëllezër, disa njerëz fare nuk lexojnë tash Kur'an, disa e dëgjojnë vetëm në namaz, disa as nuk lodhen me mësu dhe me ndëgju, mirë po i japin rëndësi këngëve, serialeve dhe kështu me radhë. Andaj Allahu na ruaj nga lloji i tillë, ja Rabbel Alamin. Vëllezër, kur njeri edukohet me Kur'an, kanë më ardhur në ummet sikurse Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alia radiallahu anhum ejmain.
Kanë marrë gra sikur se Sumeja, Hafsa, Aisha dhe kështu me radhë, të cilët e kanë ditë haket e familjes. Mirë, po ne kur jetojna sot nga rrjetet sociale, ne sot e kena yrnek një njeri I cili s'din ndoshta shkrim lexim. Ne e kemi yrnek dhe shembulltyr nga ato shtëpit jo të ndershme që një njeri I cili thret në devijime dhe I lana qikat e tona, fëmijët e tonë, mi I këshir ato emisione dhe pastaj ne kërkojna me dal për atyre Ebu Bekër, Fatime, Ali, jo vëllazër, nuk dalin as Fatime, as Ali, as Ebu Bekër, radiallahu anhu. Po do dalin njerëzit e cilët kanë me kanë alamet devijum. Allah e rujt shkupin tonë dhe xhamiat tona dhe familjet tona nga ta, ja Rabbel Alamin, po dhe këtë njerëzijës, ja Rabbel Alamin. Vëllazër, po dasht me zgjat edhe shumë, Allahu subhanahu wa taala e bani këtë Kur'an që të jesë shefat. Këtë Kur'an kush e lexon vëllazër është shefat. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Me të vërtet, Kur'ani, agjerimi dhe namazi ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e gjykimit. A do ti me pas dost advokat në ditën e gjykimit që ti I kon mirë? E tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, tha njeriu I cili ka lexu Kur'an, kur vjen me laçet e dënimit me dënue, del Kur'ani si shahid dëshmi. Thot, unë se kum lën këta me flet. Unë kim ka lexue. Edhe atër vjen ndërmjetësim për ta, advokat për ta. Ndërsa agjerimi të cilin e jemi tash, kur po vika me dënu, del agjerimi, thot, unë e kam pengu nga haja dhe pija dhe epshi I ti. Andaj, ndalu dënim nuk ki mundësi me hiknena. A I kina në vëllazër, elhamdulillah, agjerimin e kina. Pse mos mja e shu edhe një advokat vetit, një ndërmjetësues, një shefat, Kur'anin e adhimu shan, me do nga ajo. Vëllazër, mos kofshmi për atyre, sikur se Molla Idrizi me lexu nga një hatme në ditë, po të bëmi nga ata të cilët e lexojmë nga një hatme në muj. Në muajin Ramazan, elhamdulillah, ka shkupi shumë xhamia që ka lexojmë mukabele. Ata të cilët nuk di me lexu shpejt, ka xhamia në Shkup që lexohet hatme mukabele imamllar, njeriu mundet me marr mushafin, me shku në ato xhamia me njek. Shkatu lexua imami dhe ti bashkarish me ta, me ndjek derisa e bën një hatme. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Punt më të dashura tek Allahu janë punt të pakta, mirë po të shpeshta, të vazhdueshme. Jo mu kanë vetëm Ramazan, vëllazër. Dikush prej neve I ban një hatme, 2, 3, 4, si të sosët, si të bitisët Ramazani, ai e merr Kur'anin e puth nga respekti, e vënon në raft, thot Allah I më dhosh imër mua, edhe ti inshallah nuk djegësh, nuk na ndodh ndaj fatkeqësi, shihemi sot një vjet. Edhe kjo vëllazër është ajo shka ne duhet me pas parasysh që nuk duhet askush prej neve me pas këta që mu largu nga Kur'ani adhimu shan. Një ashtu, për fund vëllazër të nderuar, Kur'ani është ai e cila njeriu duhet me xhelozu kur e shet dikonin duke lexuar. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn. Nuk ban me pas zili, xhelozi vetëm dy sene. Rajulun atahu Allahu al-Quran, një njeriu të cilit Allahu ja ka dhënë Kur'anin, yatluhu atraf al-layli atraf an-nahari wan-nahar, tha e lexon ditë edhe natë, e lexon ditën edhe natën, dhe një njeriu të cilit Allahu ja ka dhënë atina pasurinë dhe jep sadaka. Don çdo dy njerëz duhet me lakmu, me pas zili. Ama jo zili mi thonë Allah merr ative për mamu. Po Allah çish ja ke dhënë ative, ma mundso edhe mu. A njeri I cili domon po lexoj ka Kur'an, Allahu ne pas ka liu me pas lakmi dhe zili. Vëllezër të nderuar, dhe një hadith tjetër të cilën ndosha ta ceki para jush, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka thonën që ai I cili e lexon Kur'anin, Allahu në ditën e gjykimit do t'i thuajë lexo dhe ngritu në derexhe, se fundi I jot I ajeteve do t'jese ati ku di me lexu ti, sa ki dit me lexu çaq. E unë prap po kthenet te çajo kategorie njerëzve të cilët nuk di me lexu dhe nuk dën me mësu. Një hoz një herë patar musafir te xhamia ku ligjeroj, unë tha, xhamati nderuar, ata të cilët lexojnë vetëm kulevallahin nuk mundën me hip në shkallë më lart. Domthonën kanë munalën te derexhe e kulevallahit. Suratul Ikhlas. A dëshiron pozita jote në xhenet më ka më e lartë?
A dëshiron ti mu kam për atyre të cilët Allahu kam ju thonë ditën e gjykimit, iqra wartaqi, lexo dhe ngritu, se pozita jote në xhennet do të jetë se çati ku ki munal duke lexu Kur'an. Njeriu vëllazër duhet mu mundue. Për fat keqin fëmijët e tanë në as 10 suret e shkurta të fundit nuk i mësojmë. Ndërsa po të i këshirmi këngët dhe kështu me radhë ato të cilët nuk kanë dobi, fëmijët e tanë i dinë shumë mirë dhe përmendsh. Allahu na ruaj ya Rabbel Alamin. Lut Zotin e Madh që Allahu ta bëjë këtë Kur'an dritë për neve, ashtu siç tha domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga lutjet e tij ishte kështu: Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina. O Allah, bëne Kur'anin dritë të zemrave tona, wa nura sudurina, dhe bëne dritë të gjoksave tona, wa dhahaba ghumumina, dhe bëne që ajo në ishmang, në i largon brengat dhe mërzit. E vëllezër të nderuar, nëse e dojna Kur'anin, ne kena mu kam për atyre të cilët e lexojmë dhe shoqërojmë. E çish është gjendja jo me Kur'anin, sicili kur dona prej xhamisë në të nalet, sot në këtë ditë të cilën jemi, cilën hatme e ka bon, ose cilën faqe ka mri, shka e ka synimin deri kur do me përfundu, a do me përfundu si vjetë 2 hatme, a 3, a 4, a 5, a 6, e zgjedh sicili prej neve, apo Zot na ruaj, është prej atyre të cilëve ju ka hik edhe ki Ramazan pa e mësu Kur'anin, amani ju kuft, sidomos ju e trive, ja u lojeni mesazh sot, që mos e privoni vetin nga mirësia e leximit të Kur'anit. Wallahi në ta zbutët zemra dhe qetësohet shpirti dhe gjehet udhëzimi. Andaj mos e lini pa e mësu fjalën e Allahut Azza wa Jall. Allahu na i bof të dashur neve Kur'anin, Islamin, imanin, familjeve tonave dhe gjithë besimtarve ya Rabbel Alamin. Na bani halal që e zgjatëm apo e tepruam, ati ku e kemi godit ka qenë mirësia Allahut subhanahu wa taala, e ku kemi gabu është lëshimi imi dhe ngasmim nga shejtani, edhe pse ju këtu në fillim pa kuruzate kam u taku me Hoxha Molla Feridin, i thash o Hoxh, nuk shkon në rasoj mas baklavës, tha shkon ka njerë, ju e keni baklavën këtë xhami, e sot jam konë rasoj vetëm për me arë pak me ju qitë kryp, e juve inshallah edhe shumë vite e keni Hoxhën e ton edhe të juajin mesin ton që me ndëzun nga fjallët e ti të amla. Allahu na bashkof neve dhe ata në mirësin këtë bodën xhenetet e tij të larta ya Rabbel Alamin. Na bani halal nëse e zgatëm, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.